Tefta Hajdar Hoxha është artizania nga Gjakova, e cila përmes punimeve të saj me perla ka krijuar një lidhje të veçantë me Shkodrën. Teftën e gjejmë në të gjitha panairet që organizohen në Shkodër, duke prezantuar çdo herë punime të reja dhe të pëlqyera nga të gjithë. Ajo tregon se 8 vitet e fundit fokusi i saj ka qenë vetëm tek pasioni për punimin e bizhuterive. Tashmë u bëm familjar në Shkodër. Jemi gati 4 vite këtu, që vim rregullisht nëpër panaire, që punimet e mia kanë gjetë vend Shkodër edhe në shumë vende Shqipëni edhe në Kosovë. I ka 8 vite. 8 vite që mirëm intensivisht me këtë punë. Punimi i perlave nuk është i vështirë, ama Tefta ka zgjedhur një formë të veçantë. Bëj rregullimin e perlave, i bëj modelet e mia, me punu me perla punon gjithkush. Mendoj që i kam punimet pak më të veçanta, se bëj përzimin e shumë elementeve. Ka edhe me rruza, ka edhe me gur, ka gjithçka. Mendoj që gjithkush mundet me gjetë veten në trezën tonë. E pyetur se cili model është i preferuari, artizania jep këtë përgjigje. Jo, kjo s'ndodhën, për mua janë krejt mira. Të gjitha përshtaten me diçka, ndonjë vend, ose për dëshmëri, për ndonjë rast, për gjithçka mundesh me gjetë veten. Klientët e saj kanë krijuar atë besim të artizanias që i besojnë punimet e tyre në distancë, por nuk mungojnë as ata klient që porosit i bëjnë përmes rrjeteve sociale. Po ka që sjellin idetë e tyre që t'i kombinojnë me materialet e mia, por ka edhe që malojnë mundor me vendos që çdo që del ju pëlqen. Ka të ndryshme, ide ka pafund. Ka edhe njerëz që krijojnë vetë dhe derisa të vinë në një model që preferojnë ata, ka vështirësi. Tashmë kemi klient shumë të rregullt që i presin çdo herë që vim, ose kur i postojnë nëpër rrjetet sociale modelet marruj këtë, marruj atë. Tefta ka një thirrje për të rinjt që hasin vështirësi në zhvillimin e pasioneve të tyre. Që mos ta ndalin pasionin, që të vazhdojnë pa marrë parasysh sfidave dhe vështirësive, kostoja është e madhe, mos të ndalen se dikur do të mrinë një cak që e synojnë.